që do ikim me jetën, ja erdhe, 2 minutë. Po më marrin me zor. 1 minutë. Unë me ju. Sa e keti kafen? 60 lek. Ajo kishte marrë malli për mua, sepse mua me thënë drejtë më kishte marrë malli për ju. Erdhi vera, me verën vjen dhe sezoni 2 më në fund i Fatostic Albania. Do të eksplorojmë së bashku vende të reja, aventura të reja, sfida të reja, por fatmirësisht ose fatkeqësisht, udhërfyesi juaj do të jetë i njëjti, jam prapë unë. Në këtë episod të parë ndodhem në zemrën e jugut në Përmet. Në përmetin e trëndafilave, në përmetin që thuhet që i ka gjitha përveç detit, dhe njerëzit janë shumë të lumtur thuhet këtu, kështu që do të testojmë sot këtë, sepse sfida është të jetoj 24 orë si përmetar, kështu që bëni gati, lidhni rripin, merrni kokoshkat ose ndonjë glikon nga përmeti dhe shijoni Fatostic Albania! Ndodhem në gurin e qytetit të Përmetit, i cili është 650 metra katror sipërfaqe dhe lartësi 25 metra katror. Pyetje që unë kam për të gjithë historianët, kush e solli këtë gur këtu? Pse është kaq i madh dhe pse pikërisht në Përmet? Mos ndoshta vallë sepse këto kanë gjithçka përveç deti dhe thanë, si mund ta kompensojmë faktin që ne nuk kemi det me një gur gjigant. Dhe tani ka ardhur pjesa ku unë të heq kapelen time prej cowboy dhe të bëhem një përmetar i vërtet. Tani, atë gurin mes qytetit, kush e ka vënë? Perëndia. Perëndia? Po. Nga që s'kish i det edhe vut atë gurin. Vum atë gurin. Atje lëshoj Perëndia dhe... Unë dua të llogaris sa kosto ka të jetosh një ditë në Përmet. Me të ngrënë, me të pirë, me të qëndruar, sa vete? 300 euro për shembull? Në ditë ma. Po pra në ditë? Jo, mos zotëri. Pse jeni të lirë, 100 euro bestaj. Ja. Po do hash, do gatush. Në Përmet që të jetosh, një person do të 15.000 lek. 15.000 lek të vjetra? Të vjetra. Po çfarë do harxhosh këtu? Po në Tiranë 15.000 lekë kemi një kafe. Po mirë, kafe është e lirë këtu. Sa e keti kafen? 60 lek. Një 6 edhe një 0? Një 6 edhe një 0. Ua, po unë pas kam për të ardhur Përmet për ta pirë kafen. Ajde, beqar ke ti? Beqar jam, do më gjesh në i përmetare. Si janë këto përmetaret? Kemi gjetur për atë, të gjejmë dhe për ty. Ma jep fjallën? Okej, ja, këtu para kamerës. Zotëri, si jeni? Unë jam Fatosi, vi nga Tirana për Përmetin. Do vini pini një kafe. A? Do vitë me një shpia tani, do jape një kafe atje. Me vërtet? Në kë jeton ti? Unë tani nga devruja, djale kam greqit, tjati në Francë, qupë në Saran. Është e vërtet që përmetarët i kanë gjitha përveç detit? Të tëra adje shikoj të kun vetëm më mëzirë, të paguaj vetëm më mëzirë, sa t'i bregun e halala e kinë do qëras, hadje. Hadje, vetëm atë më bënë, hadje. Po të thret e djonë, shiko? Një minutë me qafë. Minutë që do ikim me jetën, ja erdhe, 2 minutë. Po më marrin me zorë. Një minutë, erdhe me qafë tjera. E mora unë ika. Iku duar tani. Hajde. Ju si quheni? Sadik Bregasi. Sadik. Shati kaq. Sadiku është i pari që më të rej zvar në sezonin e parë dhe në sezonin e 2 deri tani. Edhe mirë pritë gjithmonë. Ua, po ju pas keni trëndafila. A mund ta këpus një? 5 mirë. Thuhet që Përmeti mbahet për trëndafila dhe ja u vërtetua. Sadiku e ka trëndafilin e tij.
E kam dyqan, ka bler gruaja, edhe na ka ter kasap. I kam të kost kasap kur themi misha këtu. Sa të vjetër janë këto brinjt? Këto kanë 30 vjetë. 30 vjetë? Tani unë jam fukara. S'ka gjë more fukarin njëmi të gjithë. Ti e ky i ri? Sadiku Alamet Kingu. Ti sa fëmijë ke? Unë kam 2 djemin çup. I ke të gjithë jashtë? 2 djem të jashtë, kurse çup e kam Amaliot, edhe ai është drejtor sporti pa shbërë mendje madhe, ja drejtor ata. Është bërë mendje madhe? Tani që bëhen drejtoresha këto bëhen mendje madhe. Ai është drejtor sporti i Sarandës. I kam shkollë fëmijë. Ku e ke rakin? Jo, unë që këtu, se e kam ndryshe unë. Si e ke ti? Unë e kam tani pi kafe raki, po e bit. Po këtë e ke për të më atensioni? E kam. Tani Të lartë apo të ullët e ke? Herë poshtë, herë lartë. Herë poshtë, herë lartë, si vajti kjo punë. Tani kjo është rakia. Kjo është rakia, po e bit ndryshe unë. Po si e bëm pra hajde ma mësë mua? Unë e kam marrë 1898? Janina, e kam marrë 8 euro, ma kam pruna e Janina. Jo, këtu jo e prish, jo po. Me ta shtypur. Boll. Edhe tjetër. Super, prit. Për shefin. Opa, një sekundë se e derdhëm pak. Jo, s'ka gjë. Si jemi profesionistën, qa me bën? Hajde. Gëzuar Sadik mirë se të gjeta në përmet. Nuk u pres do të pak gëmua. Jo, nuk e pranojmë, më ofendon. Jo, kash me raki, kash dashni dhe raki. Jo, absolutisht jo. Unë të falenderoj dhe të përqafoj që më mirë prita Fatos. Ta gëzor 100 vjetë. Thuj, asnjë nuk ka si Fatosi aty, thuaj te kamera. Kam një komshi Fatos, ka qenë polit. Këtu e kam, ka qenë polita. Paske edhe ti një Fatos në jetën tënde. Kam këtu. Përmeti kaq i bukur, me lagjet kaq të vjetra, kam dëgjuar që përballë meje ndodhet ish muzeu që tashmë është kthyer në një bujtin. Të shohim nëse historia ka ngrirë në kohë apo jo. E jani me mua. Po dëgjoj muzikë. Shkojmë. Pa. Jeni fantastik, nuk e di, dëgjova muzikë dhe erdha dhe më kënaqën veshët, ju lumshin, duart dhe goja. Si jeni? Mirë se na erdhe dhe... Ju jeni sazet e Përmetit? Po, sazet e Përmetit. Sa vite keni bashk si grup? Shko, grupi jonë është trashëgimi dhe duke u trashëguar që nga të parët tanë, që nga gjyshi im, Lefteri, bashkë me Laverin vllai i tij, kanë qenë grupi sazet të Përmetit. Ne jemi rritur me muzikën e tyre, na kanë trashëguar këtë vlerë dhe ne ruajmë sot. Kjo është një kohë shumë e gjatë. Do thoni kemi breza që ne trashëgojmë këtë gjë. Besoj që keni edhe miqësi me njëri tjetrin apo jo? Po patjetër kemi miqësi. Jemi miqësi të qëmoshëm fare. Ti ke më shumë shok nga këta, se njërin duhet ta kesh më shumë. Shok. Po. Shok janë këta. Djem të këtu dhe djali im. Ky është djali juaj. Ja ke trashëguar ti klarinetën? Po patjetër. Do flasim pak edhe me djalin. Si ka qenë të trashëgosh këtë instrument kaq të bukur të muzikës tonë popullore shqiptare? Zakonisht është traditë që normalisht, sepse ne gjithë tu nuk jemi as shok as miq, jemi familje. Më shumë se sa miqësi. Ta themi, të gjithë jemi kushërinj, jemi gjak me njëri tjetrin, kështu që normalisht edhe duke qenë që kemi këtë lloj ambienti pune që zakonisht të thashë jemi familje, nuk e quajmë dot as si biznes, as si lloj gjëje, ne jemi familje. Dhe normalisht është obligim ta thuash që ta trashëgosh. Sepse nga një familje muzikantësh, normalisht që do rrjedhi. E vërtet. Unë kam shumë kuriozitet të mësoj defin. A është vështirë t'i biesh defit? Po, është e vështirë. Do ma mësosh mua pak? Po mësoj. Se më duket unë kam pak ritëm.
Ti me cilën dorë i bie? Me këtë këtej? A, kam pak ritëm? Ke shumë. Pak kam, me pak punë mund t'ja dal. Po, normal. A, mirë rash defit? Shumë mirë kjo, lere se do të vritën dorë çkat. Gëzuar për ju dhe për përmetin. Mirë se ju gjeta. Unë kështu si e kam nisë këtë episod do dehem. Tani, unë dua të kërcej. Patjetër. Do e ndezim, po vetëm do kërcej unë? Atëherë ftojmë dhe pjesën tjetër të vajzave që është pjesa e grupit ton. Kemi ftuar vajza kërcimtare? Unë me ju. Oba! Bravo! Jeni fantastike vajza dhe normal sazet patjetër I tham. Tani un kam përfaqësuesen tuaj. Si quhesh? Blerina. Blerina ti je Beyoncé e grupit? Tani prej sa kohësh ti kërcen valle popullore? Unë kërcej prej 3 vitesh valle popullore. Jam dhe te grupi I të rriturave, kemi shkuar dhe në Francë, në Itali. Pra, jeni dhe ndërkombëtarisht. Po. Si është të kërcesh valle shqip jashtë kufive të Shqipërisë? Është një ndjenjë e bukur Është ndjenja më e bukur në botë. Unë ju falenderoj të gjithëve që ishit pjesë e këtij episodi të parë të Fatostik dhe më vjen mirë që dhe Brezi I ri arrin të trashëgoj këto vlera kaq të çmuara që ne kemi. Edhe përmeti shumë I bukur apo jo? Shumë. Është I bukur përmeti apo jo? Shumë faleminderit. Tani ka ardhur momenti që unë të provoj një nga sportet ekstreme më të bukura që është rafting. Unë se kam provuar kur, por më ka thënë që tek Adi bëhet rafting më fantastik këtu në Përmet. Kjo që shkojmë të vishemi. Jemi gati! Unë do kem lopat? Po. Pa tjetër. Tani, Adi, afro pak? Se s'duhet ta them së gjithë, po unë kam pak frikë. Mos e vrimendje fare, sepse nuk ka asnjë lloj problemi. Me vërtet? E para njerë je full I kompletuar për çdo lloj problemi, dhe dyta jeni duar të sigurta. Ne jemi guida profesioniste, ti je I shoqëruar jo vetëm nga mua, po dhe 4 çunat e tjerë që janë në varg janë guida. Kështu që mos e shqetëso. Më premton që do shkojmë në ujëra të qetë dhe jo në ujëra që hidhen 3 metra përpjet. Të premtoj që tani po futesh duke qarë, kur dal dal duke qeshur. Ah, okay. Më premton, e kam seriozisht. Okay. Le të nisemi.
Adi më thej që kur të dalësh do qeshësh dhe nuk e prisja, po dola vërtet duke qesh. Më bëhet shumë qefi. Unë kam me mira raste kur njerëzit futen të mërzitur, të stresuar, dikush ka panik, dikush ka... Dhe kur dalin gjithë, faleminderit, ishte eksperiencë e bukur. A ka bërë dikush mbret nga Afrika tani? Ja. Nuk i shikojmë se të janë të veshur me Uj, për uj! Këtu, te këto minuvarat, më bëri përshtypje se ai uji atje ishte brisk i ftohtë, ndërsa ky këtu ishte val. Ky vjen nga bënja, më duket? Ky i gjithë lumi është lumi Llengaricës, mirë, po gjysma e ujit vjen nga Heci, që është ndërtuar, ndërsa gjysma tjetër vjen nga natyra. Është ajo që kalon në kanion Llengaricës, në Lixha, bashkohet dhe uji i Lixhave, dhe normalisht uji është më i ngrohtë se sa ai që është vjen nga tubi dhe del tu 30 metra sipërnesh. E kuptoj. Një pyetje të fundit, edhe sa vite do vazhdosh ta ushtrosh të profesion? Dhe sa vite të kem fuqi. Është për mua është pasion. Vjosa, unë e kam filluar këtë punë kur Vjosa nuk ishte park kombëtar, kur kishte shumë pak njerëz, tani Vjosën e kemi park kombëtar, e kemi të mbrojtur dhe nga UNESCO, ama dhe ne që po punojmë dhe po jetojmë këtu në luginën e Vjosës, e kemi nderuar Vjosën sepse shërbimi rafting e them me bindje të plot dhe kjo është shumë e faktueshme sepse në gjitha platformat online që ne operojmë kemi mbi 10.000 review, jo vetëm unë, normalisht të gjithë operatorët e rafting, kemi mbi 10.000 review dhe janë të gjitha me 5 yje. Është shërbim on top në Shqipëri, do të thosha, jo vetëm në lugimin tonë. Ska si të ishte ndryshe, unë isha me fat që e provova, shumë faleminderit, Adi, dhe suksese në vijim, sa më shumë. Ftojnë të gjithë të vinë ta shijojnë këtë mrekulli të natyrës. Se s'bën! Ju faleminderit. Surpriza kur erdha në makinë ishin kumblla që Maqo kishte mbledhur. Maqo, janë kumblla bio këto? Jo i mblodhëm, po i vodhëm. I vodhët? Bashkëpunime. Ilegale? Maqo, ti po më thoi që ke pas dhe ti disa eksperienca në rafting, madje dikush përthyu gishtin? Si është ajo puna? Jam pa limite, çdo gjë mund të ndodhi. Mund ta ndrydhësh, mund ta thyesh, mund ta vësh. Unë shqyr zotit, dola gjallë. Po si isha unë gujtë sonte, Si shpëtoj. she ti? Herën tjetër kërko guidën Maqo edhe. Kujta më për herë tjetër. Jo gishtim, po do të them qafët. Jam duke bërë pasarelën e fshatit Petran, ndodhem në këtë fshat sepse këtu ka shumë bujtina dhe do shohim se kush do na mirëpriset, është dhe vak dreke tani. Përballë meje është një urë shumë vjeçare. Një sekond, pas ka disa njerëz me bicikleta, hajde ti pyesim, hajde. Hello! Oh, janë të huaj! Hello, how are you guys? Where are you from? Holland. Netherlands. Vetëm guida shqiptare, si quheni? Alex, çfarë jeni duke bërë me bicikleta? Po bëjmë një tur, është rreth 3 orë. 3 orë, tur në gjithë përmetin, si konsiston? Në përmet, në banja termale, vizitojmë fshatin Okdunën, më pas kthehemi mbrapa, ka rruga e vjetër, që po kalojmë në Petran, do shkojmë në qytet, do ndalojmë për një kafe, edhe do shkojmë në kamp. Si janë njerëzit e fshatit Petran, se tani unë do i testoj, jam i pritës? Shumë. Se unë dua të ha pak, se është dhe orari drekës tani, mendoj që do gatuajmë bashkë me mua? Ata nuk është se do gatuajnë vetëm për ty, po ata do të ngopin ty, që sa pa u futur në shtëpi. E kam vërtetuar deri më tani. Sa të trokasësh në derën e shtëpisë, çdo njeri do të thotë mirë se erdhe. Gjëja e parë është gostia me gliko, e dyta do provosh rakinë e përmetit. E kam provuar deri tani, do e provoj prapë, do dhem deri në fund të episodit me shumë mundësi. Si je? Faleminderit, ti dukeni mirë. Mirë. Kalon. Unë jam Fatosi, vi nga Tirana për të parë përmetin. Qofshin ndoshe. Dhe erdhi koha e drekës dhe thash kush familje përmetare do më mirëpresi mua. Dhe erdha këtu te ty, Trokita, do më mirëpresësh? Po si more ua? Tani unë e di që ju gratë e përmetit i qani glikot. I bëni më të mira nga gjitha, është e vërtet? Të tërë një lloj i bëjnë, po është. Po ti? përmeti gatuan më shumë edhe nga ajo. Më shumë, ë? Edhe nga ajo, pa ajo se unë se di. Që ke modeste, nëna. Mirë se ju gjeta një herë. Misterdhet.
Gëzuar, shoqërçi e mirë ti. Faleminderit, nuk dëgoja. Miri qofshim të tërë nga jemi nga qemi. Tani është koha të provojmë glikon e arrës. Po si mo. Më lejo. Pas një më dyshje. Kjo ja kalon glikos në Shëngjergj. Më fal nëna lumturie e Shëngjergjit, po kjo ishte shumë e mirë. Ishte që ka shumë e mirë. Jo më ashtu të dukem, pale ato të O, po ka mund gjithë ditën pa ngrënë edhe më prandaj më duket. Tamam. Mojnën me dia u lodha shumë e thënë drejtën brith, sa me i dhënë përmet. Po të lëvizësh ka vëndi, të lodhesh. Shlodhesh. U zgjova që në 4 mëngjesi duke ardhur nga Tirana. Po buqësia është më e rëndë. Është më e rëndë buqësia? Më e rëndë buqësia nga këto punrat që keni ju. Të duket firi fiu puna ime ty. E linë më duket. Ti sa vjeç që je tani, më trego të vërtetën ose gënjeshtrën? 80. 80? Pse mua më tha dikush 84? Pse i ule 4? Jo, 84. 80 je? 80. E sigurt? Wow, po unë nuk keni dalë të gënje ju, ne. Syti pas ke blu, me këto syra në dashuri burri juaj me ju? Po tani, ku ki dashuri... Si ke qenë tjere? Ku ki dashuri aere? Si e njohet ti kështu direkt, tak? Ke me mblesëri. Me mblesëri, Ti jeton këtu një jetë fshati, si është një dita jote, këtu zgjohesh në mëngjes çfarë bën? Organizoj punën time. Të shtëpisë, të baçës rrepara. Merresh bashkë me burrin apo jo? Jo, ai është i smur. Ai është i smur, kështu që merresh vetëm ti. Mua më thanë që ti e ke kthyer edhe në Bujtin këtë. Jetojnë dhe turista këtu? Hotel. Hotel. Po si merresh vesh ti me turistat? Me celular. Me celular? Po si i thua me celular? Di të shkruash ti në WhatsApp? Google Translate, që përdor? I them unë kështu me gojë këtu dalin. Po ti që ke jo 80, ti që ke 20 vjeçë. Jo pare aq. Po bravo. Me këto merim. Mua do ma lësh dhomën fala sonte? Të rish. Me gjithë shpirt. Sa e mirë që je. Jeni shumë i pritës nga Të përmeti. vdeç ti të paguash dhe të ngjallë muni që... të Jo më thuaj. të bësh neve jemi... E vërtet, unë jam rritur me gjyshe dhe mendoj që kush rritet me gjyshe ka fëmirin më të bukur dhe ashtu është. Dhe unë prandaj jam shumë i dashur me Ashtu gjyshet. është. Tani një pyetje që unë më bëhet kurioz gjithë kjo shtëpi kaq e bukur. Ti kujdesesh vetëm për këtë shtëpi të gjithë? Kam dhe vajtën që vjen nga puna të dielave. Të ndihmon vajza. Po, më ndihmon. Po mirë, pak të ndihmon vajza. Edhe kur vjen ndonjë që kërkon. Po nuk i thot vjera vajzës pse shkon shpesh atje? Leqë nuk e ka, po dhe ta kishte atë vjeri që kishte ajo, e kishte Flori. E kishte të mirë. E kishte shumë të mirë. Ti vetë si ke qenë si vjerë? E mirë kam qenë, po nuset e mia vinë mysafire, shkojnë mysafire. Po prandaj nëna që vinë mysafire, shkojnë mysafire, po ti kishe këtu për ditë, hajde shife, që do thoshin? Jo, e organizonje punën unë. E organizoje si thoi, nusja madhe, Pelopa, nusja vogël, Leqë lopë shkemi. Qa keni ju? Nuk i mbajmë dot neve, jemi moshë tani. Po këtë organizimin e baçës e të shtëpisë. Nëna, unë të falenderoj shumë që më mirë prite në shtëpinë tënde, e shijova shumë glikon dhe rakin dhe të uroj një pleqëri sa më të mbarë dhe të lumtur. Shumë dhe juve që jeni kaq të respektuar, e kaq të qeshur, e kaq të gjykuar. Dhe në përmet jam me atë përmetarin më të famshëm, ai që ka shkruar dhe me DiCaprion. Edion, mirë se ke ardhur në Fantastic Albania dhe faleminderit që na mirëprite këtu në përmet. Mirë se ke ardhur ti dhe shumë kënaqësi dhe shumë faleminderit për këtë hapësirë që i ke dhënë përmeti dhe ke nisur pikërisht programin tonë nga sezonin e dytë nisëm fiks me përmetin. Ti pak më përpara përmende disa mesazhe që unë kam shkëmbyer. Pra se atje patë bumin ti, ç'ne ti me DiCaprio. Një nga bumet në fakt dhe fati qëlloi, ndoshta edhe dëshira e mirë të gjithë palëve që të bënte një publikim për Vjosën. Me njëherë i bëj një mesazh, i kam thënë shumë faleminderit për të gjithë këtë mundësi dhe vlerën që ti po jep Vjosës për ta promovuar dhe për ta ruajtur dhe për ta trashëguar në brezat e ardhshëm, ashtu siç na është trashëguar neve. Dhe ishin në fakt 4 mesazhe që u shkëmbyen dhe unë i kam bërë dhe një ftesë me shumë dëshirë do të presim në një moment në përmet, sepse ti ke qenë një nga kontributorët më të mëdhenj të Vjosës dhe të kauzës sonë të përbashkët.
Cilat janë sipas teje 5 vendet që duhet vizitohen patjetër nëpërmet nga turistat dhe nga vendosit, pse jo? Perëndia dhe njeriu në fakt nuk është kursyer me përmetin. Përmeti numëron mbi 25 sajte natyrore dhe kulturore. Numëron 2 parqe kombëtare, që është Parku Kombëtar Bredhi Otovës Dangëlli dhe ajo që është qeshia mbitor, mendoj unë, e gjithë Europës dhe gjithë botës, Parku Kombëtar i Lumit të Vjosës që bën pjesë në përmet. Nuk mund të lë pa përmendur patjetër edhe Kishën e Leusës, që është një nga vendet më të frekuentuara turistike dhe një nga vendet më të bukura të ruajtura të elementeve kulturore shqiptare. Përpara pak vitesh në fakt e ka vizituar dhe një personazh shumë i njohur që bërë dhe Xhiron e Rjetit, Ivanka Trump. Dhe unë besoj se nuk është e nevojshme që të vinë këta personazhe dhe të zbulojnë vlerat tona dhe trashëgimin tonë kulturore, po jemi ne ata që duhet ta ruajmë të parët ne dhe ta vizitojmë ne vendasit të parët. Tani ka ardhur momenti të provoj gatimet tradicionale të përmetit. E jani me mua. Siç mund ta shikoni, trueza është shtruar me ushqime shumë të shijshme dhe Edioni si një përmetar i devotshëm do më tregoj se si bëhen këto dhe çfarë janë. Unë e thash pak më përpara në fakt që përmeti ka një gastronomi të jashtëzakonshme patjetër. Ne ndodhemi në restorant Trifilia që nga viti 1991 i hapur. Unë do ta nisja në fakt me një shprehje, të hash dhe të bësh qejf, sofrën shtruar si për mbret, pas tërtor dhe për hyzmet, të tillë e gjem veç në përmet. Tani, mua kjo më zuri syrin që në fillim, kjo këtu që është si lule, çfarë është kjo? Po, në një formë apo në një tjetër përmeti njihet si qyteti i luleve dhe mundohet ta servirin edhe në produkte. Këtu është një pite e përgatitur, me mielin vendas patjetër dhe me mishin e viçit të ka urdisur së bashku me perimet e stinës. Shqetua e përmetit është një supë e jashtëzakonshme dhe një pjatë shumë e rrallë në vetvete. Nuk e gjen askund tjetër si stinë në përmet. Serviret kryesisht me mishin e qingjit patjetër, por edhe me mishin e viçit për ta zvendësuar, se përmetarët mbahet si një koqir të mirë dhe në një formë apo në një tjetër gjithmonë e adoptojnë gjën dhe nuk e lën pa gjë. Dhe në një truezë në përmet nuk ka se të mungoj bureku apo jo? Sigurisht, pjesa e truezave të përmetit është gjithmonë plote për plot dhe nuk e përcjellin mikun kurse si pa ngrënë dhe pa i provuar që të gjitha. Kështu pra, ne do ham tani, kështu që dhe ju nëse ju ka marrë uria do të vini në përmet që të hani ushqime bio. Ne tani do ham dhe më pas do shihemi ku do thoni ju, ku ka ngelur vendi i fundit që ne nuk kemi shkuar, në banjat e Bënjës. Ja, pra ku jemi në banjat e Bënjës, në këto pishina natyrore që na i ka falë Zoti, në fakt ja ka falë Zoti përmetarëve. Uroj që ta keni shijuar këtë episod të parë të Fatostikël Benja, është vetëm fillimi, ju lë në shoqërinë e kësaj panorame fantastike. Deri në episodin e radhës, mos harroni që lumturia ndonjëherë gjendet dhe në gjëra të vogla. Pace. Ándale.